Për shëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të fokusohemi tek bolloku financat puna. Çfarë thot? Energjia e bollokut e financave e punës për ditën e sotme. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Çfarë thot? Tarot për energjinë e bollokut dhe të financave. Bëhet një luftë e madhe, pesa e shkopinve, bëhet një luftë e madhe për një pasuri, për një pronë, për një trashëgimi. Dhe lajmi i kësaj lufte do të vi shumë shpejt me këtë kupë të mbushur plot, me lajme të mira nga ky princ. Diskutohet veti tre persona, persona që kanë të bëjnë me drejtsinë, diskutojnë për këtë pronë, për këtë trashëgimi, për këtë luftë të madhe që bëhet për të marrë këtë pronë të trashëgimi. Bëhet një luftë thot midis një personi dhe një çifti. Ky është një luftë që diskutohet për pjesën e bollokut, për pjesën e këtyre pronave. Pra, ky çift ka një lidhje toksike, por luftën e bën të madhe për sa i përket pjesës së bollokut, pjesës së financave. Ky person thot është pak i menduar te kjo pjesë, sepse thot ka probleme për sa i përket këtyre pronave. Ka probleme dhe këtë problem e ka shumë të vështirë. Ky person mediton për të gjetur atë përgjigjen e duhur brenda vetes tij. Në çdo moment. Ai do vetmi, do të jetë larg njerëzve, sepse njerëzit e stresojnë për të marrë përgjigje e duhur. Dhe e merr vërtet këtë përgjigje nga ky princ, ky merr një përgjigje të mirë për sa i përket bollokut. Pra përgjigjen e merr shumë shpejt për pjesën e financave. Dhjeta e kupave është një letër e cila tregon që shumë shpejt marrëdhënia në familjen tuaj tek pjesa e bollokut do të rregullohet. Ju të dy dy persona të rëndësishëm, festojnë këtë fitore të këtij beri me kupa, të këtij oazi të mrekullueshëm që ju sjell universi me luftën e madhe që keni bërë shumë shpejt në jetën tuaj. Ju falenderoni dhe jeni minjos universit dhe njerëzve që ju kanë ndihmuar për të ardhur kjo lumturi, kjo paqe dhe ky bollok në jetën tuaj. Sepse ju keni këtë yll polar që ju ndriçon jetën tuaj, ju ndriçon rrugën ku ju hidhni hapin. Keni një perspektivë të shkëlqyer të jetës tuaj. Kjo ishte energjia e përgjithshme e fokusuar tek pjesa e bollokut dhe e lajmeve të mira.